Prej vitit 1986 ushtron profesionin dhe misionin e mësimdhënies. Mësuesja Fatbardha Rakaj këto 7 mars e ka më të veçantin pasi është i fundit para daljes në pension. Unë kam filluar të punoj si mësuese në vitin 1986 dhe këtë punë e bëj me shumë dashuri dhe përkushtim. Kam punu me breza të tërë, kam dhënë dashuri dhe informacione, po kam marrë dhe aq shumë dashuri nga ata. Gjithmonë kam dashur brezit të ri t'i jap mesazhe pozitive, t'i jap atyre mesazhe që do t'i vlejnë edhe për jetën nesër. Ishte një rrugë gjatë dhe me sfida. Çdo ditë në punën e mësuesit ka diçka të re për të mësuar. Ata janë gjithmonë pranë nxënësve, t'u japin informacion, t'i ndëgjojnë me vëmendje fjalët e tyre, t'i këshillojnë se si duhet të mësojnë sot që nesër të jenë qytetar të denjë të këtij vendi. Mësuesia, një profesion sa i vështirë, është aq edhe i bukur për mësuese Fatbardhën. Mësuesia është një profesion sa i vështirë, aq edhe i bukur. Në themel të tij qëndron durimi, dashuria dhe përkushtimi. Do jeni më komod, do dini të përcjellni mesazhe. E sot, në këtë ditë, na vjen me kënaqëri të themi faleminderit për pasionin në çdo teori. Biologjinë na bëre art e jo veç fjalë, frymëzimi juaj shkon lart e kalon çdo shkallë. Dhe pse e kemi pak kohë që bëjmë si me ju, ne s'lodhemi kurrë me ta uru. Gëzuar 7 marsin, këto fjalë zemre ishin për ju. Krenaria më e madhe për to është kur nxënësit realizojnë qëllimet e tyre në jetë dhe bëhen qytetarë të denjë. Momente pafund të bukura. Është shumë e bukur besoj që një mësues takon gjatë jetës tij një ish nxënësin e vet, i cili është një profesionist në fushën e tij. Njëkohësisht është edhe një qytetar i denjë për këtë vend. Çdo sukses i nxënësve të mi ka qenë gjatë gjithë kohës dhe do t'jetë dhe në vazhdim një emocion i madh, sepse kemi punuar me shumë përkushtim. Në këtë festë të shënuar, mësuese Fatbardha ka një mesazh për kolegët e saj, por edhe nxënësit. Them atyre që puna e mësuesit është e pazëvendësueshme, ndaj punoni me shumë pasion për edukimin e brezave. Ndërsa për nxënësit, me të cilët unë ndaj çdo ditë mesazhe për jetën, i them sot, mos ndaloni asnjëherë së lexuari dhe keni gjithmonë besim te vetja juaj. Pas qershorit, mësuesja ka të vështirë të bëjë plane që nuk kanë lidhje me nxënësit, mësimin dhe shkollën. Edhe se do të përfundoj ciklin e punës çdo ditë me nxënësit, unë do gjej një mënyrë tjetër për të ndihmuar të rinjt, për t'i dhënë atyre informacione, për të falë dhe dashuri. Tani do t'jem më afër familjes, më afër librave, më afër udhëtimeve për cilat kam edhe dëshirë. Në këtë ditë të shënuar, siç është festa e mësuesit, ne urojmë mësuese Fatbardhës dhe të gjithë mësuesve të tjerë gëzuar 7 marsin dhe i falenderojmë për kontributin e jashtëzakonshëm në edukimin e brezave.